ka diçka edhe më të rëndësishme në 11 maj, që ne të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm dhe për cilën ne duhet bëjmë çdo përpjekje që sa më shumë njerëz përtej kufive të partive të na bashkohen. Ajo që e bën 11 majin një ditë historike nuk është fakti që populli do shkojë në zgjedhje si në çdo 4 vjet. Çdo 4 vjet është shumë e rëndësishme që populli merr fjalën dhe është shumë e rëndësishme që të gjitha palët vihen në gjykim dhe populli vendos se kush do të qeverisë, kush do të bëjë opozitë. Kjo është shumë të rëndësishme. Kjo është shumë të rëndësishme. Por ama në 11 maj, populli shqiptar do duhet marrë një vendim historik për diçka që nuk lidhet me 4 vitet e ardhshme, as me 4 vitet e shkuara. Për diçka që lidhet me historinë tonë dhe me të ardhmen tonë. Për diçka që lidhet me të parët tanë, dhe kur them të parën tanë, nuk kam parasysh prindrit apo gjyshrit tanë, po kam parasysh Gjergj Kastriotin, kam parasysh rilindasit tanë, kam parasysh Ismail Qemalin, kam parasysh të gjithë ata që luftuan për një Shqipëri pjesë e Europës, jo e Azisë, për një Shqipëri pjesë e perëndimit, jo e lindjes, për një Shqipëri ku shqiptarët që lindin dhe rriten mu në zëmër të këtij kontinenti të gëzojnë të njëjtin status. Mos jenë popull që trajtohet si një popull i dorës dytë, të mos trajtohen si të huaj, kur në ndërkohën e jemi ndër popujt më të vjetër këtu në Europë.